Ju në pranojnë komunikën jo. Lera dhe full. Vazhdo që të më horonë, vetëm full, lera dhe. Sot neve zhvillojmë këtë aktivitet, në këtë aktivitet me rastin e 81 vjetorit të qëllimit të Tiranës. Si shihet, neve jemi një Partia Komuniste e Shqipërisë është një parti e ligjëruar, e cila zhvillon aktivitetin e saj normal këtu. Por forcat e rendit, në kundërshtim me ligjin, i ndërpresin aktivitetin Partisë Komuniste e Shqipërisë. Partia Komuniste e Shqipërisë, edhe njëherë, kërkon që të zbatohet ligji dhe të lejohet të zhvillojë normalisht aktivitetin e saja këtu me rastin e 81 vjetorit të çlirimit të Tiranës. Prandaj, ju shok komunist, përgatituni që me fotot e Enver Hoxhës dhe me parullat e Partisë Komuniste të Shqipërisë të zbatohet plani i cili është organizuar në formë të tillë që Partia Komuniste e Shqipërisë të tregoj qartë në individualitetin e saj politik. Brenda ligjeve, brenda kushtetues. Rroft Partia Komuniste e Shqipërisë lavdi 81 vjetorit të çlirimit të Tiranës. Lavdi dëshmorëve të Avdeut. Lavdi Partisë Komuniste e Shqipërisë dhe Enver Hoxhës, organizatores dhe udhëheqëses së luftës antifashiste nacionale çlirimtare. Përballë telave me gjemba dhe minave të minuara, tankeve gjermane dhe automjeteve, unë partizanët legjendar, me shpirtin e tyre të trimërisë dhe terrorizmit. Pra, duke zhvilluar në këto dy faza luftimi, më në fund, në 17 nëntor 1944, pushoi rezistenca e trupave gjermane. Kapitulloi forcat gjermane që ndodheshin, garnizoni gjerman që ndodhej në Tiranë. Në këtë luftë ushqua jo vetëm partizanët legjendarë që morën pjesë në këto luftime, por u ngrit në këmbë dhe mbështeti fuqimisht edhe populli patriot i Tiranës. Në krye të tyre, si gjithmonë, ushquan organizatat e Partisë Komuniste të Shqipërisë, komandantët dhe komisarët. Pra, në 17 nëntor 1944, u zbatua urdhëri i komandantit të përgjithshëm të Ushtrisë Nacionale Çlirimtare Enverit të Madh e të Përtekshëm. Të dashur shok, në kohën e socializmit, çlirimi i Tiranës besoi me madhështi Partia e Punës së Shqipërisë dhe pushteti popullor, së bashku me popullin e Tiranës, vinte këtu, tek sheshi, përballë partizanit fitimtar dhe prulej me respekt e nderim të thellë përpara atyre që dan jetën për çlirimin e Tiranës. Siç dihet, në luftën e Tiranës u azgjasua rreth 2000 forca gjermane. Ndërsa nga forcat partizane dhanë jetën për liri rreth 120 partizan, 127 partizan. Pra, në kohën e socializmit dhe të Enver Hoxhës, çlirimi i Tiranës festohej gjithmonë me madhështi. Pas përmbysjes së socializmit në Shqipëri, me transferim revizioniste nga ish Partia e Punës së Shqipërisë, e dirigjuar nga krye revizioniste e krye tradhtari Rami Salia, edhe
me luftën antifashiste nacionale shqiptare. Është hedhur pak. Është falsifikuar, denigruar, e mohuar lufta antifashiste nacionale shqiptare. Veçarisht roli organizator dhe udhëheqës i Partisë Komuniste të Shqipërisë dhe Enverotës. Ne jemi dëshmitar që këto 34 vjet me radhë shteti borgjes shqiptar, partit borgjeze shqiptare, të djastrave të maqë, si Partia Demokratike borgjeze, neofashiste staliberisht, Partia Socialiste borgjeze, neofalliste e dirat, kanë hedhur bashkë